Të nderuar teleshikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin e sotëm Zëri i Arsyes. Sot do të flasim për një çmim nga radhët e disa çmimeve vjetore që shpërndahet për gazetari, ndërsa për çmimin e storjes më të mirë në ekonomi kemi të ftuar pra edhe fituesin e këtij çmimi, Liridon Llapashtica, me cilin do të flasim, i cili njëkohësisht është gazetar dhe ka bërë storjen më të mirë për këtë vit në këtë sektor. Do t'i dëshirojmë mirëseardhje me njëherë mysafirit. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Mirë se u gjeta Vjar, selam aleikum. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, për publikun do donim që fillimisht të flasim për biografinë tuaj. Na thoni kush është Liridoni? Po, unë gazetari merrna që 10 vjet gati. Është 10 vjetori tash që kom fillu si gazetar me punu në media. Gjatë kësaj periudhe kom punu në gjitha mediat, me thonë tash, si ato elektronike, ato të shtypit. Kom fillu në gazet. Nga Prishtina? Po, në Prishtinë. Po, jetoj në Prishtinë. Jo mi martu, mi kam 2 fëmijë, me familje jetoj. Përgjithësi do thotë rrethin e kom këtu familjare kom fjalën. Kom studiu gazetarin 3 vjet në faj Konic. Pastaj kom vazhdu master te Universiteti UBT. Aty për menaxhiment, jam përfundim. Kam me disa detaje shtrëgova më herët për me kryer aty masterin. Aktualisht punoj në gazetën Zërit për Dishmën Zëri. Kështu. E ku filluat fillimisht punën tuaj si gazetar? E kom fillu në tash ajo gazetë është veç online, në Gazetën Ekspres, një 4 muaj. Kam qenë si praktikant fillimisht. Gjatë aty në 4 muajve në teren kom përfituar mjaft e kom fjalën prej kolegëve të tjerë të cilët kam shku me ta në për ngjarjet, cilat i kena përcjellë temat, cilat i kena ndjek. Mundësia e parë që u hap një konkurs në radio, pastaj kalova në radio lokale, deri dikon muj me thonë nacionale, se 70% territorit veç e kam mbulu me frekuencë në Urban FM. Aty kom punu dikon afër 2 vite, edhe si moderator mrena në radio që kom lexu lajmet, pastaj edhe në teren kena bërë raportime ndryshme prej terenit. Ka qenë në një emision, po. 2 përvoja. Gazet, radio. Po, në radio. Pastaj në jetën gjatë kohës sa kom punu në radio, kom shkru edhe për gazetën Java. Mi qenë Kelmendit, tash ajo ma nuk botohet. Pas shkrimeve që i botesha në Java, mi gjeni filloj me pas një simpati ndaj asaj punës, edhe ton kohën ai pastaj e hapi edhe një televizion Rokumin. Më bënte ftesa që t'jem pjesë edhe emisionit, e televizionit tina, me një emision. Edhe dikur veç u binda, kalova, mas një vitet 8 muaj, afër 2 vite në radio, kalova në televizion prap te Migjeni në Rokum. Aty kom pas një periudhë dikon 6 mujore, mos gabofsha, deri në shpalljen e pavarësisë kështu kom punu. Pastaj kom pas një pauzë 2-3 muaj. I dhash pak pushim vetit, edhe kom shku në KTV, Koavizion. Dikom pa ta fillu në korrekt 2008-ës, aty kom punu mas një periudhë ma të gjatë, dikon në afër 5 vite, do të kom përvojt mirë shumë, me kolegë, me teren, me eksperiencë shumë e mirë ka qenë edhe në Koavizion për 5 vite. Dhe edhe këtu nuk qëndruat? Edhe aty, pasi që e pash që në atë aspektin profesional nuk jam të marrë ma diçka ma tepër, fillova me kërku do të shtigje të reja që thonë për me... Do të thotë e doni sfidën? Po, gjithsesi. Edhe pastaj u merr një ofertë, deshi Zoti merr një ofertë, bashkur edhe se kam prit, nështë unë kështu dojsha me kërku për mu largu, për në fakt nuk lëpsha. Po erdhë oferta prej Birnit, te jeta në Kosovë, për shikus dhe të është me e qartë Birni. Aty kom pas një projekt, pa ta marrë vesh një projekt me realizu, ka qenë një emision për ekonomi,
edhe u përputhke me master tash jam të studiu për menaxhment edhe ekonomi, edhe pranova atë ofertë, atë projekt kom punu dikun afër një viti, 11 muaj, 12 muaj, kanë qenë të realizuar afër 25 emisione, 45 minutë që ka qenë emision, 45 minuta. Po, pasi përfundoi projekt, përsëri u kthye në gazetë. Përsëri u kthy në gazetë në Shtyp, aty ku e kom fillu, edhe jam që një vit e gjys gati në zëri, edhe jam shumë rahat, është shumë mirë, po mendoj në gazetë është... Një eksperiencë e madhe, vazhdimisht në për mediumet ndryshme, ku e keni gjetë vetën më shumë? Gazetë, radio, televizion? Është interesant. Apo tani edhe portale? Po, tash është edhe portal, do të thotë që është përhap shumë, media online. Për veti nuk e admiroj shumë, ose nuk e preferoj që me qenë pjesë nështë e punës të portaleve, po faktikisht koha është të jesë asisojë, edhe po detyrohemi, edhe pse shumica e punës aty po bëhet më tepër teknike se sa që bëhet gazetari. Po desha më kthy asaj që the ku e ke gjetë veten, ose ku ka flet mas mirë ti tash që shpirtin këtë punë. Unë për vete një periudhë 2 vjeçare gati tregova që kum kalu në radio dhe radio të one kalon një farë simpatie që me onë ndaj radio se kam kështu ende. Edhe mendoj që mu kthyr do kur me pas prap një emision të paktën part-time mu kthy po në radio. Është diçka që gjatë gjithë kohës do thotë më ka përcjell e më kalon përshtypje të mëdha puna në radio. Po pse zgjodhet gazetarin për ta studiuar? Po pse? Tashti është pak vështirë është me gjetë bashkë pse, po në përgjithësi një përshkrim udhëtimin drejt në shkollë të mesme njëri edhe sheh vetëm pak ose për çfarë drejtimi ja vlen me shku ose është i orientuar. Unë kam qenë 4 vite në gjimnazin e Shrem Çabej, në drejtimin filologjik. Pak a shumë ka qenë ai drejtimi i cili i përshtatet ose mënesh mas leti me gjithë vetën në gazetari. Ki 3-4 gjuhë të huja ku i mëson anglishtën, gjermanishtën, pastaj kena pas se ndryshme me shkru në gjuhë shqipe, edhe aty e shes që ton ku një në esej, në shkrimen, në hartimen, cilat edhe prej vetë profesorve të shtyshin. A ke pasur lidhëmëri nga gjimnazi? Po, ajo pastaj pi gjimnazit kalum në gazetari, 3 vite aty. Gjatë vitit parë, me njerë që kom fillu studimet, disa prej profesorëve aty na shtyshin që të kalojmë me njerë edhe në teren, të praktikojmë gazetarinë, se nuk është ajo që ka veç edhe mësohet në fakultet, krejt gazetari. Ata thëshin, hajde në teren, e shet, pastaj me çka du të përballesh, sfidat cilat janë për gazetarin. Unë se kom përfundu vitin e parë, kom fillu punë në teren pastaj, me njerë. Po mendoj kom kalu në gazetën Ekspres në atë kohë, si praktikant, edhe aty e kena pa për një mend që në teren është puna për gazetarin. Edhe dëshira për të botuar artikuj? Gjithsesi ajo është që të motivon, do thotë për me bën një artikull, në atë fillim është ndjenje veçantë, me nxit shprit që më on mëngjesi dhe më çu me lexu artikullin tënd, me pa shkrimin, me këshyr, me marr prej njerëzve mendime se ç'a po thojnë për ata, për punën tënde. A ndjeni pasionuar me këtë zanat, ta quajmë? Kur të fillojsh, në fakt me bë, tash unë jam në rubrikën e ekonomisë shkruajnë në zëri, po jo vetëm në ekonomi, nuk jam i kufizuar, po fakt jam i profilizuar në atë pjesë. Tash kur e marr një temë për me trajtu ose një problem, nuk më lën rahat mandena, nuk nina rahat derisa të hulumtoj të bi problemit në thelb. Po mendoj që kjo është ajo cila do të më pasë cili gazetar. Nuk do të më një rahat derisa të përfundon atë temë, derisa të gjejmë problemin në zanafil ku është. Kjo mendoj që është një motiv për secilin pastaj me fillu me bë shkrimin tjetër ose temën tjetër me ndjek. Edhe puna e gazetarisë hulumtuese është po mendoj një pjesë e madhe e njerëzve
ndoshta e fillojmë, po pastaj të na rrethonat siç janë, duhet mu dorëzu ose duhet mu tërheq, jo kërcënime, jo shantazhe, jo. Po e rëndësishmja që gazetari me ka një pastër, edhe mos me pas do të ne të kalume të përlyt, të kisha me thonë se ata ato e dojnë, faktikisht interesohen, gjejnë njerëz, pyesin edhe dojnë me të pasë në dorë. E bën të vetën, do thotë. Kur nuk ka subjektivizëm, atëherë është më lehtë që të veprohet edhe të shkojë puna deri në fund. Po na thuaj, si u ndihet kur arritet që së fundmi edhe të merrni çmimin për storien më të mirë në ekonomi, ashtu edhe siç e prezantuam në emision nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës? Po realisht është një ndjenje veçantë e mirë. Në fakt unë po i kthejna kësaj, po tregoj që tek si vjet një më regjistru në Asociacion Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, tash është veç Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e kanë shkurtu. Pasi që edhe aty, po them drejtën, gjatë këtyre 10 viteve nuk kanë qenë njerëz që ndoshta e kanë kredibil, cilët e kanë udhëheq ato. Nuk është ditë do thotë puna e fundit, puna e nuk ka pas aktivitete të cilat ata kanë qenë interes për gazetarët, ose kur nuk ka qenë interesim për me ditë se sa gazetari në Kosovë, një regjistrim i thjeshtë i tyre nuk është bë. Tek vitin e kaluar pi bjen dikun muaj nëntor, tash kur kanë fillu edhe mur këtë tjetër kush mandatin për me udhëheq me AGK-n, mu duken ma kredibil edhe ma serioz në këtë farë pune. Pastaj unë shkova, u regjistrova dhe aty si gazetar, pas 10 viteve që kom fillu këtë punë. Edhe konkurru me shkrimin, ka qenë i shpërblym ky shkrim edhe prej në dhjetor vitit kalum, prej UNDP-s, për ambasadës zvisrane dhe ambasadës norvegjeze. Çmimin e parë e ka fitu ky shkrim, nafta ka qenë kancerogjene, ka qenë një seri e shkrimeve të cilët e kena përcjellë në vazhdimsi. Prej UNDP-s u shpërbly si shkrimi më i mirë në gazeta për antikorrupsion. Ka pas punë e madhe u banat, jo veç për meje, po edhe prej redaksisë, i falenderoj shumë edhe stafin redaktorial, më kanë qëndru gjithmonë mbrapa. Na kena vazhdu punën tonë, prej shkurtit vitit kalum, kur kena fillu lëmtimin asaj teme, në fakt, deri në qershor, kur edhe ka marrë prokuroria, e kena përcjellë vazhdimsi, rasti është në prokurori, kishme qenë mirë prej dikush prej prokurorisë edhe me jep nështa na informat me tregu se ku ka shku dhe i tash ai rast. Unë e kom pyet s'di sa herë edhe pasi që do të ka shku rasti në prokurori, kanë thonë që jeni në vazhdimsi janë duke dash me zgjeru hetimet në këtë rast që kanë marrë prej asaj që na e kena lumtu, po definitivisht ende nuk ka diçka prej tyne që e kanë përfundu. Pastaj tash që përmende Bujar, prej AGK-s është shpërbly i njëjti shkrim, seri e shkrimeve është shpërbly për storien më të mirë në ekonomi. Ka qenë konkurrencë bege e madhe edhe për media tjera, po seria e shkrimeve është vlerësu mjaft mirë prej juris, profesorit Besim Abazi, fotoreporterit njohur zotrit Hazireka, kanë qenë dy antarë tjerë të jurisë, dikush prej Voice of America dhe prej KPM-s. Ju keni marrë edhe çmime më herët, apo jo? Përveç këtij shkrimi, kësaj historie, keni marrë edhe më herët çmime? Në fakt, për këtë shkrim, për këtë seri shkrime, ku marrë prej UNDP-s, po, sa kam qenë pjesë në këtë, po, kam marrë edhe prej policisë, i dhojnë disa mirënjohje ata, çmime të cilat i kena përcjellë vazhdimsi policinë, çështjen e sigurisë, vazhdimsi ka pas si mirënjohje, shpërblime, po do të çmime të tilla këta dy kanë qenë, që ja vlen. Po, me që dhe mirëni me gazetari hulumtuese, a bëni edhe reportazhe tjera të rastit? Po, gjithsesi, edhe të fushave tjera. Po, nështë edhe vetë ajo e curi përvoja që tregova, që kom kalu prej gazetës, pastaj në radio, pastaj në televizion, një farë laramani, e kësha me qujt, më ka përcjellë gjatë gjithë kohës, edhe kjo është një plus, po mendoj në karrierë dhe në personalitet që ka ndiku te unë, që pastaj mos me pas problema me më marrë edhe me temat ndryshme jashtë ekonomisë, me reportazhe ndryshme. Për shembull, rasti i fundit unë shkova kur ke tash për çështjen e Trepçës, edhe shkuam atje bënëm prej Stani Tërgut një
reportazh, do të më marrë edhe me këto punë tjera, do thotë, edhe ndonjëherë na bjen me përcjell seancat të vendit, ndonjëherë shkojnë edhe prej në komisione, do thotë nuk ka diçka që nuk e bajna në gazetari, po unë jam i fokusuar më shumë në çështjet ekonomisë edhe profilizuar. Në ekonomi jeni edhe të profesionalizuar. Po. A do të thotë që njëkohësisht edhe ndiheni mirë këtu në këtë lëmi? Po gjithsesi është pjesë që gjatë kohës kur jetu studium këtë çështje, pastaj edhe kënena puna automatikisht edhe po të ndërlidhen këto dy gjëra, nuk po mundesh më shmo nga asaj. Pjesë e studimeve, pastaj plus i jep vetit hapësim për me vazhdu, me u lumtu në çështjet e ekonomisë, në çështjet ndryshme do të bizneseve, cilat të na ka shumë bujar, kisha me thonë ku do që prek në çështjet e ekonomisë, si në biznes, si të kompanitë mëdhaja shoqërore që janë, ka do thot për me shkru mjaft. Është i vështirë profesioni gazetarisë në vendin ton, apo themi më gjerë në vendet tona? Po i vështirë në përgjithësi, ti mirë e thet, është jo është të na, po me këshyrë tash edhe në rajon, po foli ku jetojnë shqiptarë në përgjithësi, është i vështirë. Po të na është ambienti jo i favorshëm për një gazetar, e kom fjallën për ata të cilët nuk janë pro për shtetit, nuk janë ata të cilët nështë edhe ju bojnë lajka atyne. Faktikisht kjo me njerë ndikon të gazetarët, të mediumet të cilët janë, kisha me shujt një zak kundër asaj që apo ndodhë në realitet, ose me thonë drejtën, ma drejtë kështë me qenë me thonë, ato mediumet cilat dojnë me pasqyru të vërtetën etiketohen me njerë. Edhe ata gazetarët cilët i përkasin ati mediumi nuk i shpëtojnë kësaj, do thotë, automatikisht një losësh. Disa muaj më parë ishit edhe të kërcënuar nga personat pa njohur. Është pikërisht vitin e kaluar kam marrë dikon 4 kërcënime gjatë vitit e kam fjalën përgjithësi, gjatë kësaj kohe sa edhe kam bëu lumtimin e kësaj temës për naftën kancerogjene, e cila u gjet nëpër rezervuaret e shkollave. Kam pas 4 kërcënime, bile i fundit ka qenë pak absurd, pjesëtari policisë civil ka qenë ai i cili edhe më ka dalë në prit edhe kom marrë kërcënim për tyne. Rastin e kom lajmëruar në polici, është në prokurori, endës në kanë thirrë. Po kjo nuk do me thonë, ne kom thonë disa herë, edhe është mirë me thonë për gjithë ata gazetarët e ri që dojnë me hy kësaj punë, se kur fillon këtë punë nuk janë nisë ma me ndi frikë, dhe thotë edhe nëse të kërcënojnë, edhe nëse të shantazhojnë, edhe nëse fillojnë me atë makinën e tyne me hudh baltë, shme thonë në drejtim të andin, ti prapë se prapë ki me vazhdu, deri sa të ki fakte, mi shpalos ato. Edhe nuk kemi që ka mi u frigu asaj. Unë e kom marrë kërcënim përmes telefonit, direkt, më kanë dalë në përit, po prapë se prapë ka dalë zoti mirë, jam nuk kanë tentu, dhe thëtë, ma tepër. Nuk kanë tentu ma tepër se kaq, po ata qëllimin e kanë mi frigu. Dhe normalisht ju nuk ndjeni përgjegjës apo fajtor për... Jo, si deri sa ne po vazhdoj me punu me fakte, asnjëherë nuk ndalëm, këto e kumë bëtë qartë, edhe këto kërcënime që vinë për qartë ndryshme, atëherë veç janë motiv për gazetarin, se vetëm sa po të shtynë ty për me hullumtu në drejtim ku jetu hullumtu, ose në atem që jetu punu. Se me vetë faktin që ata tentojnë me të ndalë, ose të kërcënojnë, ose të shantazhojnë, tregon që ata janë të mshef diçka. Edhe kjo do të ka qenë, po në përgjithësi kisha më dashme me fol për ambientin, nuk është ambienti favorshëm për gazetarët. Lirdon, në një sistem të hapur dhe ku liria e shprehjes është e garantuar, sigurisht se është më lehtë të bësh gazetari se sa në sisteme totalitare, apo jo? Absolutisht, unë kam disa fëqin aty të cilët jetojnë shtete ndryshme dhe verës i pash, kur erdhën pushime, zakonisht kur vinë atë kohë, prej Suedis, po ma bën tha nëse kështë marrë Suedi me punu, tha ke ndryshe shë trajtu, ke ndryshe ka respekt të madh për këtë profesion. Si çdo profesion tjetër, si çdo zanat tjetër, gazetaria është do të ajo cila duhet më vlerësu, është e shejt, po pa e ke shpërdor. E qartë, pa e ke shpërdor. Sa e ndjeni ju si gazetar demokracinë në vendet tona?
Po demokraci, që me thonë tash, është një fjallë e hoxhës të ndërum shumë e mirë që thot dy bodalli, që dy gishta dhe mundit në të meqëm. Tash që kjo demokracia në kohën tonë, nuk është as pak e lehtë, edhe pse thirrmi që jena vend demokratik, po në fakt unë s'kisha me thonë që jena demokratik kur del në realitet e sheh. Tu nis prej ligjvënësve në kuvend, pastaj prej qeveritarëve, njerëz që janë zgjedhur prej kryeministrit, deri tek stafit diplomatik, të cilët janë rrafsh skandale, kisha më shpreh kështu bukfalisht. Vendi skandale, vend që nuk e respektojnë, do thot as pak vendin e punës, përgjegjësitë që i kanë, nuk dhajnë përgjegjësi ndaj asaj pozite ku e marrin. Atëherë s'po di për çfarë demokracie kështu me fol në një vend ku edhe faktikisht edhe mediat po shtypen. Shumë pak i prej tyre që është rregulluar me ligj liria e shprehjes dhe çështja e gazetarëve dhe ushtrimit të këtij profesionit. Po tash bash specifikisht te çështja e gazetarëve, unë edhe kur mora kërcënimin, kur më dolën pritën i thira policinë edhe desha me hap një rast, ata automatikisht më drejtuan, thanë ti po dën tretman tash të veçantë me duan aty. Pse? Po e marshin ata që unë i thira si edhe kur i prezantova që jam gazetar pastaj, ata mendeshin që unë po lypi një tretman të veçantë. Faktikisht me ligj nuk na mbron kur gjë veçantë profesionin e gazetarit. Kish me qenë mirë më rregullu këtë çështje përmes ligjit, po jo edhe me jep tash privilegje të ndryshme, nuk jena na për ata, po faktikisht kur merr kërcënime apo kur edhe shantazhohesh me pas, do thot në ligjit të cili thirrësh edhe në cilin mbrohesh, se nuk të merr, do thot parasysh kur gjë më tepër se sa një qytetar të thjesht, edhe pse je gazetar ose je në detyrë. Nëse ti nesër ose mas nesër në vend punës dëmtosh ose diçka me ligj, ti nuk, do thot si gazetar, nuk mbrohesh ose nuk ki privilegje të caktuara të cilat mundesh me përfitu prej tyne. Përveç nëse veç redaksia apo shtëpia mediale kujdeset për ty. A mund të ketë këtu edhe selektime, mbrojtje selektive të gazetarëve? Për atë nuk e di, ata të cilët lajmërohen, do thot nëse ti ki kërcënim apo nëse ti je të shantazhuar edhe tonkuon nuk nihesh rahat për njerëzve të cilët tonkuon kërkojnë me trazu, ti mundesh me thirrën policia dhe me jep, do thot prononcimin ton, nuk e di tash policia çu i trajton, deri me tash nuk kam pas që ka në mënyrë selektive ka trajtuar në rast. Ka pas gjatë vitit kaluar dikon rreth 30 kërcënime më zgabofsha ndaj gazetarëve, në përgjithësi. Ka pas raste kur edhe ju kanë çu policën në mbrojtje për çështje të ndryshme, po ato mundet me lyp secili nëse vlerësohet shkalla e rrezikshmërisë më e lartë, po nuk e di që trajtohet në një mënyrë selektive prej policisë. Po, më herët i përmendëm shkurtimisht portalet. Si e vlerësoni tani botën e portaleve në internet dhe a rrezikohet jetëgjatësia e gazetave? Mund të humbin gazetat e shtypura? Po, në përgjithësi, ana financiare, tash me thonë te mediat është e keqe në Kosovë. Përgjithësi, edhe të shtypit, edhe të këto elektronike, edhe të këto online. Online, prapë të këto online është pak ma let me qëndru ekonomikisht e kon fjallën, se me 3-4 persona cilët mujnë me pru informacion, po mund të funksionon, po te mediume tjera është pak ma vështirë, po gjendja financiare te mediat është, do thot, e keqe në përgjithësi. Jo veç në Kosovë, po edhe në rajon. Po, sigurisht se do të flasim edhe për disa çështje tjera, por fillimisht do të bëjmë një shkputje të shkurtër. Shikues të nderuar, qëndroni me ne, kthehemi pas pak. Atëherë shikues të nderuar, vazhdojmë me pjesën e dytë të këtij emisioni. Lirdon, na thuaj sa vlerësohet puna e gazetarit përgjithsisht në vendin tonë? Sa paguhet mundi i tyre? Po për pagesën e folëm edhe pjesën financiare të media, kisha me thonë që faktikisht mediat na janë të varfëra në atë aspektin financiar,
Edhe pagesat përveç pra po them mediumin publik në këto tjerat që janë private, gjendja është pak më e vështirë në përgjithësi. Po në përgjithësi mediat po mbahen prej marketingut. Shitjes nuk kisha me thonë të gazetat se të na në përgjithësi dikon 3-14.000 kopje llogaritet që shiten të gjitha gazetat. Faktikisht edhe para se më mbyll një 3-4 që mbyll edhe vitin e kaluar. Po mundi nuk paguhet. Nuk paguhet mundi gazetarit atë sa e meriton, e kam fjalën. Se punë bëhet shumë a shumë, edhe pagesat nuk janë as të larta, dihet na sa shkojnë pagesat. Dallojnë për mediumit medium, po të paktën është gjendja financiare, atëherë edhe po mirë kuptohet ose po kuptohet edhe për gazetarit kur po shkon me një medium që në momentin që sot gjendja e mirë financiare në përgjithësi mediume, atëherë edhe kërkesat janë më të vogla për me çështje të pagës. Po gazetarët nganjëherë din të jenë edhe destruktiv në paraqitjen e tyre profesionale, vetëm të bëjnë një senzacion. Po sa është e pranueshme kjo? Kjo nuk është as pak e pranueshme, në përgjithësi edhe prej njerëzve, prej shikuesve nuk pranohet asesi. Lemo prej njerëzve profesionistë që e njohin, do thotë kuraj e ka me qëllim ose kuraj është destruktiv në çështje të cilat edhe s'do të më qenë shumë subjektiv i panushëm, do të këto janë sene elementare të cilat në fillim çdo gazetari mëson edhe në fakultet, pastaj kalon në praktikë të gazetarisë, po për qëllime të caktuara. Njerëz gazetarët të cilët përfundojnë në fakultetin e gazetarisë, të themi në një farë mënyrë ankohen për çështjen profesionale, sepse kur ballafaqohen me politikat editoriale të mediumit, nuk mund të ushtrojnë atë edhe çka mësojnë në fakultet. Keni pasur edhe ju raste të tilla? Po interesa ndryshme tash te mediat në përgjithësi po foli ndoshta mbrojnë ai interes, sa si shtëpi mediale kur hapet, pa një interes nuk hapet. Po unë për vete për këto media që kam kalu, edhe tash ku jam zëri, kam hapësinën e mjaftueshme për me vepru. Po varet prej temave të caktuara, tash nuk po di, çështjet ekonomisë unë nuk kam ndaj far kufizimi, e kam fjalën prej shefave ose pronarëve ose të mediumit që mos me elaboru atë temë ose mos me zbërthy deri në fund, deri tash s'u ka ndodhur. Nuk po them që s'ka mediume tjera që i cungojnë ose nuk janë të lirë me vepru në ato që e kanë mësu kur dalin edhe në praktikë. Se ka interesa ndryshme, si politik, si ekonomik, si cilat edhe, kisha me thonë, i ngushtojnë ato rrugët profesionale të gazetarit për me vazhdu profesionin e tij rrjedhimisht ashtu siç edhe ka studiu, do thotë gazetarin. Po, jemi në një dinamizëm shumë të shpejtë të kohës dhe lajmet sa vinë, shtohen, ndodhin ngjarjet, plasohen lajmet, por është më interesant të plasohet një lajm shpejt apo ndoshta pak të vonohet, por të jetë i konfirmuar dhe i saktë. Po tash këtu në përgjithësi edhe mediat e mëdha kisha me thonë ndahen ato të cilat plasojnë shpejt dhe ato të cilat dojnë atë lajm me plasu ndoshta 3-4 orë më vonë, po mi pas gjitha burimet. Ki mediat botërore si CNN, BBC, atë cilët edhe helikopterin e çojnë në vend ngjarjes veç cila me marr më shpejt informatën. Edhe e plasojnë asisoj. Po ki media tjera të cilat edhe të njëjtin rast ose të njëjtën temë, pa i marrë 3-4 burime, pa e konfirmu shumë një lajmin, nuk e plasojnë. Kjo më përgjithësi në botë nuk çon pesh shumë, e kam kuptimin në asaj që nëse ti e merr si informat shpejt si lexues, kiku e merr si informat shpejt. Po nëse ti don dikun me marr më të konfirmuar, ti e ki dikun një medium i cili e din që mas 3-4 orë apo më vonë tek nesërmen e ka me të gjitha burimet, e ka të konfirmuar, e ka shtjellu pak më ndryshat lajm. Do thotë ndahen përgjithësi këtu. I përmendet burimet, si komentoni mediat që përdorin shpesh herë burimet anonime? Sa është e pëlqyer kjo në profesionin e gazetarit? Po në shumicën e rasteve ndoshta edhe mundet më kesh përdor prej mediume, po faktikisht për gazetarit është mirë ajo do thotë kur të thuhet me qëndru dikush mbrapa atij burimi, se ka njerëz shumë që dojnë me fol, po nuk për shkak do të që rrezikohet ose veni punës, ose karriera, ose këshyr në mënyrë
do thot anonime me të jap informatën për çatë vendin e punës ose hapësinën ku ai gjendet, ku punon, ku vepron. Nëse ai del publikisht, ajo i hakmerret. Qoftë prej shefit tij, qoftë do të prej eprorit. Në momentin që të jap informatën si anonim, do të shpesh ajo duhet edhe më cek, zakonisht na edhe thojna që emri i personit për redaksinë është i ditur, po për shkak që ai ka dashur në mënyrë anonime me jap informatën, atëherë na pjarujna do të identitetin edhe pe plasojna informatën. Po nesër mas nesër nëse njeh është përmes Komisionit Pavarur të Media apo nëse dikush shkon edhe deri në gjyq, ti mundesh do thot për shkaqe të mbrojtjes me çit emrin, po pa e bë publik. Nuk po them që nuk keq përdoret, nuk po them. Në media ka do të shumë që thonë burime, po tash nuk e di sa do thot është i sinqert aty autori, gazetari, kur e thot. A vërtet ja ka thonë dikush apo për shkak të interesit politik ose për shkak të interesit ekonomik të ndaj klanit të caktuar, ajo plason asisoj e thotë që ja ka jep informatën dikush. Po sa e çon hallin gazetari nëse një shkrim i tij qoftë edhe i sakt mund të sjell efekte qoftë në jetën politike, shoqërore, në etikë e kështu me radhë. Po kur sjell efekte të mira, kisha më thonë ndihet mirë. Pse ka ndonjë të keqe. Rrjedhimisht në këto shkrimet që i kum pas për këtë naftën, do para se me konkurua edhe për çmime që këto për mua kanë as që i kum mendu kur e kum fillu lumtimin, do të ka qenë krejt ajo ndjenja e mirë që kum ndik që u ndal ajo do thotë e keqe në për shkolla që një naftë e keqe e cila mundet nesër mas nesër të fëmijët tanë me pas efekte do të mëdha për të keq që kam fjalën u ndal. Edhe nuk është që nuk ndihesh mirë, ndihesh në shtat falënderues, pastaj prej falënderosh prej prindve, prej njerëzve të cilët i takojnë profesione ndryshme aty brenda institucionit, kontribut shoqëror që ke bë për këtë shoqëri, për rrethin, për fëmijët. Edhe nuk është që ndihesh keq, po tash kur ka efekt negativ, mua s'm ka ndodhur ende. Po nuk e di çu ndihen ata të cilët shkruajnë, do thotë edhe. Mendoni se jo çdo lajm është i rëndësishëm për një shoqëri të caktuar, pavarësisht ku ndodh në botë. E qartë, po nuk e di tash mediat shpesh marrin lajme të ndryshme. Tash kur janë atë këtu online e kanë mundësinë lloj lajmesh me plasu. Po pajtona që nuk është çdo lajm që mirret prej vendeve të tjera që ndoshta për Korenë e Jugut është lajm ose të Veriut edhe me qenë për neve lajm. Ka lloj lajme që po plasuan tek ne të cilat çuçi thotë nuk kanë interes, nuk zgjojnë interes. Lajmet nga bota i tejkalojnë edhe lajmet vendore si nëpër gazeta, portale. Në përgjithësi ka këto online të cilat fokusohen qoftë lufta në lindje, qoftë tash është shumë aktuale çështja e ISIS-it, po nuk po them që nuk i dhojnë rëndësi, po i dhojnë rëndësi të madhe disa prej media, po faktikisht ka njerëz brenda aty në mediumeve që shkruajnë ose në fakt i përkthejnë ato lajme pa pas njohuri se kush ose për konfliktin në fjalë. Se varet edhe ku e merr tash informatën, cilin medium, pra e dina mediumet botërore ndamen këtë farë pune. Sa i përket luftës në lindjet mesme ose çështjes të ISIS-it tash është mirë do të me gjetë një medium i cili e pasqyron gjendjen reale, qoftë në lindje, qoftë në perëndim, edhe prej aty mu marr informatat dhe mu plasu. Po tash shumica thirrën ato mediume ose marrin informata në ato mediume të cilat edhe kanë bajamën, po përkthejnë ato informata, po na që jena më në këtë profesion, që një kohë po thëmë ati, mos i veç çdo gjë i kena bë, njerëz të tjerë të cilët tonkuan është si përkasin një zhanit gazetarisë që lexojnë edhe janë të interesuar me marrë informata, kanë lloj adresat ndryshme të mediumeve të cilat janë edhe të cilat informojnë shumë drejt për konfliktin, qoftë në lindje, qoftë për në perëndim lajme të tjera. A mendoni se secilit lajm i beson publiku? Nuk shoh me thonë, bile unë e kam kështu një fjalë që më kam jetë për studime, profesori ky më gjen kelmendi thej ke veç fëmijën edhe shikuesin son e rran.
E mos ndalemi edhe në për komentet që shkruan. Nuk po mendoj që gazetari do të më nisë pe kësaj. Do thotë nuk mundet me rrejt ose thjesht me gëny shikuesin. Çka do që i servon ose lexuesin këtë rast. Se spari njerëz të lexojnë edhe mediume tjera siç e thash, tash është online mundësia. Nëse ti plason diçka e merr do thotë informatën për një burimi tjetër, edhe faktikisht nxen ty që nuk e ke plasu drejt. Ajo tentime ka, po thonë, në shumicën e mediumeve, tashmë online është mundësia shumë më e lehtë me manipulu me informatën, mos me thonë vërtetën ose me cungu ato që raportohet direkt prej terenit, po mundësia është, hapësira është, tash mjetet janë, teknologjia ka avancu, është mirë që secili të paktën në informat mos me marr vetëm prej një mediumi. A ke shpërdoret liria e shprehjes nga gazetarët në vendin tonë? Po në përgjithësi, kisha me thonë, te mediumet edhe ke shpërdoret, se ka shumë prej tyre ashta që e thash edhe më herët nuk janë gazetarë hiç, po punojnë nëpër media. Nuk kanë studiu, po du me thonë gazetarin. Gjërat elementare që mësohen, ai faktikisht nuk i ka. Edhe automatikisht ashaj ndoshta me dashje, po ka edhe ndoshta raste kur pa dashje del edhe e dëmton ose e keq përdor ose atë mundësi që ju ka dhënë me punu në medium, edhe dëmton një pjesë ose e keq përdor, kisha me thonë atë hapësinë që ju ka jep edhe ka në përgjithësi, po tash kjo mundësia online, se shumë pe theksojnë online, po është realiteti që tash gjitha mediat janë fokusuar online, gjitha informatat për marrëm aty, si në rrjetet sociale, kisha me thonë, shumica e lajmeve të mëdha viteve të fundit që faktikisht spari ju njep në për rrjetet sociale, si Twitter, në Facebook, ju në plasu spari aty. Edhe secili e ka mundësinë me pas një farë forme me splasu një lajm ose një opinion tina, dhe në momentin që ti nuk je i informuar për çështje të thelbësore, mundesh edhe me keq përdorur. Që janë më të rëndësishme për një gazetar. Sigurisht se kjo temë është e gjerë dhe ka hapësirë të bisedohet edhe më shumë për çështje të tjera rreth ushtrimit të profesionit të gazetarit, por minutat të emisionit po përfundojnë. Unë do doja në fund një pyetje krejt ndryshe nga ajo që folëm deri më tani. A do t'ja kishit sugjeruar djalit tuaj që ta studioj dhe ta ushtroj gazetarin? Nuk e di tash, në gjallën e kom të madhin 6 vjet, e i vogli ende është 1 vjet, nuk po thom të shët tash, ajo është u rrit, edhe të shumë shporjedhin situata, gjanat tek ne. Nuk është një profesion që e nënshmoj, ose një profesion që nuk e vlerësoj, pse në përgjithësi na nuk vlerësohet. Unë për vete jam këtë profesion, dhe gjithë ata të cilët janë profesion gazetarisë dhe kanë zgjedh, e shoh si zanate profesion të shejt, si zanate të tjera, si ai që e sheh zanatin e mjekut, si ky gazetarit. Në varet që rrjedh situata, nuk është nështë që se preferoj nëse shoh afinitete, aftësitë ai që mujna me kultivu që të ardhmen me qenë. Pavarësisht rrethanave. Pavarësisht rrethanave, na nuk do të më dorëzu asnjëherë në këtë punë. Në përgjithësi, si komunitet e pastaj edhe si qytetar edhe banor të Kosovës. Do të më jap edhe kontributin ton me vazhdu për shtet ndërtim. Nirdon, ne të dëshirojmë fillimisht shëndet dhe edhe më tej suksese dhe shpresojmë që çdo vit të jeni fitues i çmimeve dhe vazhdimisht vendi ynë lexuesit shqiptar të krenohen me ju si gazetar. Faleminderit shumë Bujar, faleminderit shumë që e mallat mundësinë më shpreh përmes PIS TV-s. Faleminderoj ty edhe gjithë shikuesit e PIS TV-s. Edhe unë jam njëri prej shikuesve të rregullt. Faleminderit shumë, ju përgëzoj për punën që e bëni. Ishte kënaqësi, shikues të nderuar, ishte kjo biseda që zhvillua me të ftuarin ton. Kaq për emisionin e sotëm, takohemi inshallah emisioneve të tjera. Deri atëherë, selam aleikum.